kur ti kopjon, je duke treguar dhe duke ushqyer një vetëvlerësim të ulët për veten. Gabimi numër 1 që çdo student apo nxënës bën kur ka provime është kopja. Dhe nuk e them këtë vetëm për të bërë moral që nuk duhet kopjojmë se nuk është e drejtë, është vjedhje, nuk lejohet etj. Gjëra që janë të gjitha të vërteta dhe që çdo kush që kopjon tashmë e di. Por gabimi më i madh qëndron që kur ti kopjon, je duke treguar dhe duke ushqyer një vetëvlerësim të ulët për veten. Gjithashtu je duke ushqyer medikritetin. Nëse ti kapesh me kopje do të turpërohesh publikisht, por edhe nëse nuk kapesh, nuk do të jesh kurrë i qetë, qoftë gjatë provimit, kur je duke kopjuar, por edhe më pas. Thellë me veten tënde, do të vras ndërgjegja pasi rezultati që ti ke marrë është një gënjeshtër. Kështu që kopja në provim është një dëm emocional, social dhe shpirtëror që ti shkakton vetes, më shumë se sa institucionit arsimor që përpiqesh t'ia hedhësh, apo se sa ndaj shokëve dhe shoqeve të klasës, të cilët kalojnë apo marrin provimet me forcat e veta. Kështu që bëj një nder vetes në këto provime dhe mos kopjo.